Nëse po dëgjon këtë mesazh nuk është rastësi. Ka diçka brenda teje që po kërkon qetësi, rregullim dhe një fillim të ri. Ky retrit nuk është për këto, nuk është për kuriozitet, nuk është për ata që duan vetëm të ndjen mirë për pak minuta. Ky retrit është për ata që ndjejnë se kanë mbajtur shumë brenda vetes. Frikë që nuk është e tyre, barë emocionale të mbledhur me vite, lodhje që nuk largohet, as kur pushojnë. Në retritin e parë ne nuk flasim për ndryshim, ne pastrojmë dimensionet energjetike ku janë ruajtur dhimbjet, faji, frika dhe tensioni I vjetër. Trupi fillon të lirohet, mendja qetësohet, shpirti merr frymë. Në retritin e dytë shkojmë më thellë, riparojmë anën hyjnore brenda teje. Pjesën që është krijuar për paqë, bollëk dhe drejtim të qartë. Pjesën që shpesh është dëmtuar nga zhgënjimet, humbja e besimit dhe dhimbjet emocionale. Shumë njerëz në këtë fazë ndjejnë diçka të thjeshtë, por shumë të rrallë, ndjesinë që nuk janë më vetëm. Dhe vetëm pasi këto dy faza janë bërë siç duhet, vjen retriti I tretë, çelja e shpirtit. Kjo ndodh rrallë, shpesh vetëm një herë në jetë. Aty ku shpirti hapet pa frikë, pa mburoja, pa rezistencë. Aty ku energjia reintegrohet dhe gjithçka fillon të rrihet më natyrshëm. Në fund të këtij procesi, njerëzit shpesh më thonë një fjali të vetme, diçka brenda meje është rregulluar dhe tani mund të vazhdoj. Këto meditime janë shumë të thella, janë procese që zakonisht I bëj vetëm me njerëzit që I kam në trajnim 1 në 1. Sepse kërkojnë siguri, mbajtje dhe përgjegjësi. Dhe arsyeja pse po I ofroj tani, është sepse po afrohet solstici dimror, nata më e thellë e vitit, momenti kur gjithçka ndalet dhe drita fillon të kthehet. Në këtë periudhë, çlirimet janë më të forta, vendimet janë më të qarta dhe ajo që mbillet merr formë reale. Nëse zemra jote po thot po, mos e shtyj. Nuk është një proces që bëhet kur të kemi kohë. Është një ftesë për të kthyer te vetja dhe ndonjëherë kjo ftesë vjen vetëm një herë.